Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Nderuar vëllezër, jemi sot në këtë takim. Lutim Allahun xhallahu ala që të bën të dobishëm, të fritshëm dhe sikur që jeni informuar, do të trajtojmë një temë të rëndësishme e cila ka të bëjë me një aspekt shumë të rëndësishëm të plotësimit dhe të formimit të çdo besimtari i cili dëshiron që të jetë aktiv, të jetë kontributës në fushën e përhapjes, në fushën e thirrjes dhe kthimit njerëzve tek Allahu te bareka ve taala. Në esencë të ndërmëzër për të qenë një thirrës, për të qenë një besimtar që kontribon, nuk duhet me bën një hap të posaçëm në jetë. Për faktin se çdo besimtar i cili beson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, adhuron Allahun xhalla xhelaluhu, shpreson takimin me të, shpreson xhenetin e Allahut azza xhel, ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ai me automatizëm shndrohet në kontributës. Nuk mund të jetë ndryshe. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë belligu anni walau aya. Përcjellni nga unë qoftë edhe një ajet. Prandaj përcjellja e fesë është çështja e domosdoshme. Pastaj në çfarë nivele përcjell, çfarë tema përcjell, kujtja përcjell, kjo çështje është ndryshe. Mirë po vetveti çdo besimtar shndrohet domosdoshmërisht në një kontribut dhënës në këtë aspekt. Së paku në raport me familjen e tij. Allahu ka thënë në Kur'an: "Ku anfusakum wa ahlikum nara", ruajini veten e juaj dhe familjet e juaj nga zjarri i xhenemit. E Aliu radiallahu ta'ala kur ka komentuar ka thënë: "Allimuhum wa adibuhum", donat me i rujt antarët e familjes nga zjarri i xhenemit në kupton me i mësu, donë është aktivitet, me i eduku është aktivitet, donë ti domosdoshmërisht në çdo proces të jetës tënde që kalon, realisht ti ngritesh si një lloj aktivisti i zellshëm, aktiv në përhapjen e mësimeve. Andaj nuk duhet me nda besimtarët ky aktivist e ky nuk është aktivist. Qase kjo ndarje nuk paramendohet. Çdo besimtar është aktivist. Pastaj thash, mënyra e aktivitetit, niveli, hapësira, kjo është çështje që diskutohet. Mirë, po çdo besimtar është aktivist. Është aktivist edhe me gjuhën e tij e shumë më tepër me sjelljet e tij. Madje nganjëherë mund të bëhen 10 aktivista me gjuhë e me shpërnda materiale ndryshme, por mjafton një tjetër me një aktivitet destruktiv, realisht me ndiku në të kundërtën. Madje edhe kundërta. Mund të jetë një organizim çfarë do qoftë, me 10 pjesëmarrës që dalin, shpërndajnë, flasin, mirë po një besimtar i suksesshëm në fushën e tij profesionale, i cili realisht është besimtar i devotshëm, mund të jetë një aktivist i heshtër, shumë më fuqishëm se të tjerë që janë të zëshëm dhe janë në lëvizje. Dua të them që besimtari në çdo aspekt është aktivist. Dhe duhesh ta përjetosh kështu gjendjen dhe sjelljen tënde. Domethënë çdo lëvizje jote është aktivitet. E tash ky aktivitet ai shërben direkt kuptimit të drejtë të fesë që njerëz me dashur Allahun dhe pejgamberin e Sëm, kjo është përgjegjësia çdo kujt për neve. Mirë po, që ky aktivitet mos të jetë, domethënë i zakonshëm, mos të jetë i kufizuar, por të jetë më i organizuar, që të jetë më i planifikuar, atëherë ky, po më thënë, besimtar aktiv me automatizëm, ta shëndrohet një aktivist edhe të organizuar, pjesë e projekteve edhe pjesë e punëve caktuara, që realisht tash kanë edhe plan, kanë organizim qysh me i shpërnda kuptimet e duhura tek njerëzit. E për që një aktivist tash pak më i strukturuar, më i formuar, patjetër se i duhen mjetet e duhura. I duhen aspekte caktuara që duhet jetë i formuar në ato që këto aspekte i ndihmojnë në aktivitetet e tij. Të ndërozën nuk mjafton
me qenë njeri për shembull besimtar, aktiv i zellshëm, veç pse ai ka qef, veç pse ai don, veç pse për shembull i dhem situata e popullit tij dhe nga dhëmshëria, nga emocionet, nga euforia ai vihet në lëvizje. Jo, euforia mund të jetë shkëndiza lëvizëse, por jo forca organizative. Në momentin kur euforia bëhet forcë organizative, atëherë më shumë dëmton se që bën dobi. Forca organizative dhe lëvizja aktive në jetësimin e aktiviteteve bëhet mbi bazën e dijes, veç njohurive që i ka shpall Allahu Azza wa Jall dhe ne i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kur jemi tek dituria, atë dituria, sikur që e dini, nuk është vetëm një tërësi informatash, por diçka shumë më tepër se kaq. Për këtë arsye, në bazë të kësaj rrije dhe dal ngadalë, unë po du me hi në temën tonë që ka të bëjë me këtë seminar sot. Kur jemi te dija dhe shpërndarja e dijes dhe pjesëmarrja aktive në shpërndarjen e dijes, atëherë thash kjo dije nuk është një tërësi informatash, nuk është kulturë e përgjithshme, nuk është shkollë e kryer, por është devotshmëri, është adhurim, është afrim tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj sikur se ka thënë dietarët, el ilmu khashya. Frika ndaj Allahut është dituria. Prandaj do të flasim për një aspekt të rëndësishëm që i duhet në mas të madhe çdo njeriu që është aktiv, pavarësisht aktivist, domethënë i zakonshëm i rëndomt apo i organizuar dhe i ngritur në nivele pak më të larta se me qenë një aktivist i rëndomt apo i zakonshëm. Të nderuar vëllezër, nga njëra nga problemet që shfaqen në rrugën e aktiviteteve pjesëmarrje në punë të mira është se njeriu duke u marrë me aktivitete dal ngadal e harron vetveten. Dhe kjo nuk është situatë e rrallë, është situatë e shpeshtë. E gjen njeriu kur nuk ka qenë aktiv shumë në raport me, për shembull, të tjerët, nuk ka qenë pjesëmarrës i shumë projekteve, ka qenë, për shembull, shumë më i përkushtuar në marrjen e dijes, pjesëmarrës në ligjërata, devotshmëri, namaz me xhamat, agjerim, lexim Kurani e kështu me radhë. Momentin kur ka filluar me qenë aktiv pjesë e projekteve të caktuara, ka filluar kjo të zbehet. Dhe në fillim kjo zbehje ka qenë pak shqetësuese për të, çish më ia bo, a më vazhdu, a më kthy ku jam kone kështu me radhë, dhe këtë konflikt shpejt e ka tejkalu me bindjen se unë po bëj hajër, njerëz po përfitojnë, unë do të bëj dhe e ka arsyetu domosdoshmë një aspekt zbehjen e devotshmërisë dhe harrimin e vetvetes. Monen men, nuk ka askush në jetë më i rëndësishëm se ti. Nëse këtë dunja e shpëton, e ti humb kur gjë s'ke bërë. Këtë dunja në xhenet me shku, ti në xhenem kur gjë s'ke bërë. Nga se çdo kush është përgjegjës për veten e tij. Çdo kush është përgjegjës për veten e tij. Dhe këtë u ka thënë qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e poratirës, kur i ka ftu apo o bit e filonit, o bit e filonit, o bit e filonit, la ugni ankum min Allahi shay'a. Unë të Allahu së kry punë. Ja Fatima të binte Muhammed, o Fatima bia Muhammedit, rrevet i gati se unë të Allahu së kry kur gjoptan. Në ne ka kry çështën fillimisht në aspektin individual. Prandaj, çdo aktivitet, çdo përpjekje, fillimisht është individuale, pastaj ka më qenë kolektive. Nëse na për shembull ndërtojmë individ, të cilët kanë më qenë dobishëm për kolektivitetin, e ata pastaj duke punuar për kolektivitetin apo e harrojnë vetveten, na jemi kthyer në pikën 0. Prandaj nuk na duhet individi i cili punon shumë, ama ai për veti, domthon, ka filluar të zbehet në devotshmëri, ka filluar të zbehet në punë mira, për faktin se ai duhet me shpëtu e para. Dhe e dyta të ndërvozër, nuk ka mundësi me qu gjatë ky njeri në rrugën e aktivitetit që duhet, nëse fillon të zbehet realisht fuqia, fillon të zbehet arsyeshmëria e veprimit, fillon të zbehet edhe qiltërsia e qëllimit, pse ai këto punë po i bën atë. Prandaj të ndërvozër, nuk duhet asnjëherë që për hir të pjesëmarrjes kudo qoftë njëri me harru vetveten atë. Me harru vetveten, me harru aktivitetin e tij. Përkundazi, pjesëmarrja në aktivitet duhet të jetë edhe një motiv shtesë që të na shtohet devotshmëria dhe adhurimi. Prandaj ne po flasim për një aspekt të rëndësishëm
që duhet të jetë gjithmonë pjesë përbërëse e formimit të çdo thirrësi, të çdo aktivisti, edhe jo në zbeje, po në shtime sipër, pavarësisht sa shtohen aktivitetet dhe angazhimet ditore të tij. Me pas hala më qartë çka po flas, na e dim që adhurimi është qëllimi i krijimit. Allahu xhallahu na ka krijuar që të jemi adhurues. Allahu xhallahu ta adhurojmë. Domthon Allahu kur thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, posa që të më adhurojnë. Kur Allahu thot kështu, ky adhurim të ndërlozë. Çfarë kuptimi ka e para? Dhe e dyta, a arsyetohet njeriu që duke u marrë me mjetin të shmangë qëllimit? Pra, thirrja e njerëzve është mjet. Mi thirr njerëz fen Allahut, me shpërnda detushka, aktivitete caktuara. Kjo çka është në aspektin e gjykimit shërt? Është mjet. Një nga mjetet. A është mjeti vetëm? Nuk është. Ka mjetet shumëta që na njerëzit i ftojmë në rrugën e Allahut te barekutaala. Ka mjetet shumëta që na njerëzit i thirrëm që t'i kthehen Zotit, lëjnë mëkatet, punë të këqija, rrugë të këqija. Po ka mjetet shumëta. Një nga mjetet është për shembull me shpërnda material të caktuar. Një nga mjetet është seminar, një nga mjetet ata. Qëllimi ku është? Me nxjerr njerëzit nga errësirat në dritë, nga adhurimi i jepsheve, nga adhurimi i njerëzve e krijesave në adhurimin e Allahut azza wa jalla. Prandaj qëllimi është që ky. E çfarë kuptimi ka njerëz me që ka qëllimi, e ti me mete të mjetet atë. S'ka kuptim atë. Kjo është e para. E dyta, në kontekst të temës që po flasim, të ndërlozën, thash, adhurimi është domthonjë qëllimi i çdo besimtari dhe aktiviteti është qëllimi i çdo besimtari. Por duke shkuar tash në ngritje sipër, ne flasim për një formë të veçantë të adhurimit, për një sasi të shtuar të adhurimit, që realisht e kërkon sasia e shtuar e aktiviteteve. Apo kuptoni? Domthon, na po flasim për adhurim, jo për me e menaxhu adhurimin e situatës para prakë kur ke qenë aktivist, domethën me automatizëm. Jo, por me kur ke dash me kon pak më aktiv, pak më prezant në projektet e harit, apo e me shtimin e kësaj ne konsiderojmë se është e domosdoshme të shtohet adhurimi. Patjetër, domthon është e pa negociueshme, është niveli i adhurimit që e ke pas më herët është i pa negociueshëm. Por po flasim tash për nivelin e caktuar të pamjaftueshëm për me vazhdu tutje në adhurime. Andaj kërkohet që aktivisti, apo po quaj aktivist, pa keq kuptime se është aktiv në fushën e thirrjes, apo se gjithë jemi ne aktiv dhe jemi thirrës gjithkush nga pozicioni, nga niveli, nga përgjegjësia që e ka. Mi po e kërkuar është që një lidhje e posaçme me Allahun te barekutaala, një shtim i veçantë i adhurimeve. Në veçanti, për shembull të kujdeset për farzet, kjo është e pakontestueshme, largimin nga haramet, dhe pastaj një kujdes më i veçantë për nafilet, sikurse namazi natës, leximi i Kuranit, pastaj dhikri, përmendja e Allahut azza wa jall, e kështu me radhë nga ibadete veçanta që i kanë veçu dietarët kur kanë folë për ata që dallojnë nga të tjerët. Ata që dallojnë nga të tjerët. Prandaj ti dallon me aktivitet, duhesh me dalluar edhe me adhurim. Që kjo është domthon ajo e kërkuara. Nëse për shembull aktiviteti yt është shenja e vetme identifikuese dhe me të mjaftosh, e këtu ka filluar tash rënja. Veç pritë kur kimu zbe ose kime deviju. Për faktin se shenja identifikuese e çdo aktivisti, çdo thirrësi, të vëllezër, nuk është sasia e aktiviteteve, po është forca suportuese e këtij aktiviteti që është adhurimi te Allahu te barekutaala. Nëse s'ka forcë suportuese, apo shpejt e lën, nuk mundesh me qëndru aftën. Gjitha, si që kanë përmend, aktivitetet e rënda dhe peshën e madhe të përgjegjësisë që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me çka e ka menaxhu? Me oratori, me shumë njerëz, jo, me natë.
U këthi natën edhe ka në Aishës radiallahu anha, amlen e të abbet li rabbi. Falna për Zotin tem. Që kjo e furra suportuse? Nëse aktivisti nuk e ka, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me vazhdu, ose nuk ka mundësi me vazhdu që shduhet. Dikun ka me fillu me rjedha. Dhe për shumë, sa probleme kemi në fushat e punëve, në grupet aktive, ka probleme, kur të shikon një probleme për shumë të zilis, urrëties, dëshires për garim, krejt smundjet zemrës. Krejt smundjet zemrës. Zatën të ndëvëzër, shumica dërmuse e problemeve janë nga zemra. Pastaj mund të justifikohen me mospajtime, mund të justifikohen për shembull me mungesë të koordinimit e kujt çfarë, por esenca është te zemra. Zemra. Sigurisht është sqaru shumë herë. Prandaj të ndërlozër çdo aktivist, sikur të thash, para se me qenë aktivist, para se me qenë thers, para se me qenë kumtues i fjalës së Allahut, ai është rob i Allahut. Ai është adhurues. Ti je mas pari rob i Allahut azza xal, pastaj je shërbyes i njerëzve. Nëse të dobësohet robnia dhe Allahut, nuk të vyn shtimi i shërbimit ndaj njerëzve. Merr rregull në jetë. Nëse dobësohet robnia ndaj Allahut, nuk të vyn shërbimi apo shtimi i shërbimit ndaj njerëzve. Por duhet robnia ndaj Allahut, kuptim të adhurimit, ta menaxhon dhe ta shton dhe motivon dhe arsyeton çdo aktivitet, edhe shërbimin ndaj njerëzve në aspektin e informimit dhe thirrjes në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Tash, nëse do të më kthy tek argumentet dhe rëndësia, çka i duhet thirrësit, adhurimit dhe shtimi i adhurimit, ka shumë opsione. Mas pari të ndërvëzër, Allahu Gjelle Gjelalu kër e ka përmend në Kur'an, pse e ka dërgu pejgamberin alayhi salatu wasalam? Çka ju vjen ju pejgamberit? Çka do të më morë për tin atë? Kjo është shumë e rëndësishme. Se këtu Allahu përmend qëllimet. Don nat kuptim nëse s'keni përfituar çtu nga pejgamberi, ja keni huq. Ju do të çto me përfitu për tina. Tani tjera ato. Për shumë, ti, o Zotë e ka qytë pejgamberin, na e kena dasht, e kena rujt, në regull, ama se kumë qytë për me rujtjo. Apo, unë nuk e kumë dërgu pejgamberin për me rujtjo. E kumë dërgu për qëka tjetër. Kjo është për nënësi shumë se kjo është ordrim të jetës. Pse e ka dërgu Allah pejgamberin? Shumë ajtë, në surën Gjuma. Shikoni Allah që ka thotë. Hua alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Aja është që ka dërgu tek analfabetet ummin që s'ka ditë me lezu arab, rasula, të dërguar në tij. Yatlu alehim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Aja që ka dërgu, yatlu alehim ayati, që t'u lexon shpallin. Ai ka kuptim me lezu shpallin. Don normal gjithçka fillon nga fjala, gjithçka fillon nga informata. Po pastaj çka? Të ndëllëzër, veç nëse që të rënditja kuptojmë, shumë probleme këna me rahatu apë. Unë e përbëj një pyetje ju apë. Procesi i mësimit, për shambull, nësa faza kalan, ti me mësu diqka, nësa faza kalan. Jënë disa faza, mos të komplikujmë. Dy jënë kryesore, dy jënë faza kryesore. Me dëgju informatën dhe me e kuptu. Apo? Unë e të tëmë ty për shembull, që ky mikrofon është me e zmadhu zonin. Lëshova që të edhe këtu mbyllet. Ti se ke dit, e mësove, po, e kuptove, po, ta shka ban, vjen e lëshon edhe kaq procesi i mësimit për aktivizimin e mikrofonit mori fund. A që kaq? Mes kësaj, për shumë me thonë qëre, ti këtë mikrofon për me përdor, duhet me lëshu që të, apo? Nuk duhesh me rajt një tonë e kur, edhe tani duhesh me shkim që të. E që kjo mes me rajt që të që ka që të që është një që të. Apo kuptan? A ka lidhe që ka me mësimin e mikrofonit, a ka lidhe? Jo, s'ka lidhe. Jo, ani, mire ki që s'ban me rajt, ama mikrofoni vëlla dhezët edhe shkimet, pa marëshisht a raj as raj. Apo kuptan?
Në kjo funksionon që kështu apëtën. Procesi me mësu mikrofonin edhe me vazhdu me rajt në regullimi. Apo kuptan? Për shambull, dikush mësan për shkrenë situata më të komplikume. Dikush mësan për shambull me programu një program kogja të fështirë. Mësan tash për shambull me e përdor në njërë të mrekullueshme inteligencën artificiale. Mësan për shambull me operu. Nuk din. Qëka i duhet? I duhet me dëgju fjallën, me dëgju informatën. E dëgjan, e kuptan dhe e zbatan. Për na për shambull ti mi thonë, diku që merë mirë me AI, për shambull, ose programim, besoj shumisa pojnë me programim, qëka du kofta për? I thu, qëra, kjo është gjua programuse, kështu bot, nga dhikën e sabat nuk ban me harru, ta një vazhdu, thot, qëka ka lidhe dhikë sabat me AI, vëllohë. A është, për shambull, ndërhyrje e logjikshme? S'ka lidhje ka me këtë punë, s'ka lidhje. A ka lidhje, për shambull, me fut në kuadrë të procesit, për shambull, kirurgjik, me ka dhu që duhet me konë njëri, për shambull, i kujdesën për namazin me gjemat, me lexu virdin e Kuranit, tani edhe pejtni me është mirë një ditë, që varë janë se më rëndësi, ta në këthim tim. Ti dole për temës. A konsiderot dole për temës, a në tem jena? Dalje. Mirë, Allahu po thot, jetlu alim ajati, u alezor ajetet. Qka faza arshme? Ju alimum, ta një mësën qka duhet, me kuptu ata. Allah ja, ka unë jetlu alim ajati, u alezor ajetet, ju zekihim, i pastran, ta një mësën. Do në kuptimi i fesë, është ndryshe, është tjetë proces, nuk është se këse tjera të përnë. Pra nuk mund është ti për shambull me huazu përvoja të huja, qësh ataja kanë dalë, jënë konë do grupe, dilshin, bëjshin, apo jënë konë s'banë, se na kena edhe një aneks shtes, që se kanë tjera të përnë. A aneks shtes është ju zekihim. Pastrimi i shpirtit, adhurimi dhe Allah të azogjera përnë. E ti mush me marë për shambull grupe suksesshme që kanë arrit për shambull me i shpërnda ideologjit e tyne, kanë qenë aktiv shumë apën. Mirë pa ata, këtë ju zekim se kanë pasë. A mundëm na mu shërbyt është me ato shambull konkret? Ja, nuk dhez, nuk shkan. Mund është si aneks shumë periferik, por jo si shambull. Së mundëm. Nuk mundëm apë. Na jena në dveçan në organizim në aktivitetet. E shiko Allah të barë këtale, mes fjallës e dëgjuar, apo, edhe kuptimit të ndërtuar, e ka inkuadru adhurimin apëton. Për të regu se është pjesë e domosdoshme e procesit. Nëse e len anash, ka me të kushtu ku? Në fazën vjuse të kuptimit apëton. Ju allimu mu amësën. Do në ti nëse dënë me konë nëzëns i zedhë shumë, në dersën e pejgamberit, kur a i lezon fjallë të Allah të azogjel, nuk munësh me e kuptu dersin, s'munësh me e kuptu. Qysh duhet, qysh ka dashtë Allahu për mes pejgamberit, nëse nuk je duke kalu në procesin e pastrimit, që është adhurimi. Andaj të vëllezër, me thënë që kjo ajet me kallëzu, se sa është më rëndësi që ne gjithë mund të jemi në proces të pastrimit e angazhimit vazhdueshëm të adhurimeve, për atë sa dojna me konë edhe pjesë mas pari kuptimit të dur e pastaj të shpëndores së kuptimeve. Ai që e ka keq kuptu fen, ai që se ka kuptu fen që është duhet, qysh kam ja bërë tjerë të vëllëzneve? Qysh kam ja përcjell? Qysh kam ja kone aktiv të tjerë? Qysh kam ja bërë? Pa mundë shumë është të. Prandaj aspekti adhurimit është në palcën e ndërtimit dhe në palcën e çdo aktiviteti dhe organizimi. Është përmend për dietarën e njohur të që ka pas hishte të madhe, madje mund të konsiderohet edhe nga kryesorët e lëvizjes algjeriane kundër pushtimit francez, dietari Abdulhamid ibn Badis, rahimahullah, i cili është taku me mikun e tij, domthonë Beshir el-Ibrahimi, rahimahullah, janë taku në Medinë. Edhe kanë çajt dertet e tyne për Algjerin. Algjeria të rëvëzë dini është misë 1 milion dëshmorën shahida, në genocidi pa parë është batje, fatkeqësisht,
Një popull që realisht ka qenë me shpejtësi më rrëmendse ka shkon ka tjetërsimi. Në gjuhë arabe ka qenë ndaluar. S'ban arabisht me fol. E kur gjuhën e u kanal, tjerat pastaj let kanë qenë për të tjetërsuar. Këta kanë bo dert, qysh me abo, qysh me këtu gjuhën arabe, qysh me organizu xhallart atje, se kanë vëllu mu përhap bestytni të lëllëshme, lëvizjet saktuara që nuk i shërbejnë liris, nuk i shërbejnë dalës nga situata. Këta kanë bo dert. Dy, do xhallar, djetar kanë bo dert qysh me pështu popullin. Që kjo është dert jo xhallarve, populli vetë. A i hoqë se ka dert popullin e vetë, se ka kuptu fin e vetë. Asë mision e vetë. E të një të pëtutje, edhe a i pasu si hoqës, që se ka dert popullin e vetë, edhe a i qështu me radhë. Derti i kryesor është popullin edhe venjët. Nëse qëtu Allah të ka dërgu, qëtu Allah të ka përzidhën. Lënje e problemeve popullit e marrë me tjerve, është huqje. Këta kanë bisedu, qësh mja bo. Mirë. Kanë bisedu në haram të pejgamberës o Medinat. Ka nejt, masi atësis kanë diskutu, diri sa, do vonë, po më nej, qësh mja bo, përsham me bo, a bëni një shoqat djetarët të lemave, mbledhëm, s'pako t'i bashkune mas pare gjallartë, kam bo diskutime, kjo përru është atashme, rëndësishme dhe e madhe. Mirë po, s'ka nejt dhe në sabah. Kanë diskutu pak, pastaj qësli ka një qështë e ka marë, ka vazhdu adhurimin e kiamu lelit dhe në sabah. E kam pak të zbatë. Në flasëm bëne Allah sa dushë, ma pak këtë nuk banë. Ndaj të vëzër, Allahu Azza wa Jall edhe në fillim, kur e ka ndërtu pejgamberin e sëmë, pe asaj që ma kun të tëdri me l'kitabu e l'iman. Ti as i den se ke pas, ti qka ke diti, qka është libri, apo libri, as imani. Para mëna të vëzër, Muhammedi s.a.s. me pave qka është imani të zdima. Ti me dhe qka është imani, edin. Ti edin? Ti edin qka është imani. Allah pa të pejgamberit, me të pave qka është se kështë dit. Qëtu e konë të jepë? Ti qka këri që është imani? Me i përdojnë pejgamberësëm besimin ka derë. Kur një temë s'kom një qa ka derë. Muhammedi a.s. Nga që kjo pozicion, ka fëllë Allah me ndërtu, me ngrit, me bo mësus njërzimit. Për kejtë qështjet e besimit në Allah të bare këtë arabë. Tash, kur ka fëllu me ngrit, të ndërvëzër, në cilën fazë e ka aktivizu temën tonë, nga nuk din qka është imani, deri në mësus të imanit, apo, është proces. Qështën e adhurimit, në cilën fazë e ka inkuadru, pasi që i ka marrë do informata, a pas që ka fillu me marrë informata. Pas që ka fillu, ikra atje, përgjigja nuk di që ka me lezu, apo, as nuk di me lezu edhe me dasht, qëtu, edhe pas pak qasteve, ja e juhel muzemmil, kumi lejle illa kalila. O ti imbuluar, që u edhe falu natën, nisfahu, au inqus minhu qalila, au zid alehi, o rettili l'Kur'ane, tërtila. O ti imbuluar, që u falu, sa më falu, gjysmën e natës, apo, shta pak ose pak sa pak, që të është, apo, gjysmën e natës, apo. Pse? Inna se nulqi alejke qawlan thaqila. Nga se një fjallë tronë këna me hudhë me supët e tua, ki punti, ti ki aktivitet, ti ki me pas angazhim, apo nuk mundesh me e bartë këtë fjallë, nuk mundesh me e bartë këtë emanet, nëse natën nuk qosh më falë për Zotin, nëse nuk ki raportet fuqishëm me Allahun te bareke ve teala. Andaj kjo është në mjaftueshëm tregues se sa është i rëndësishëm adhurimi i shtuar dhe kujdesi për adhurimin në raport me Allahun xhallahu ala në jetën e çdo aktivisti atë. Gjithashtu të në vëzër, për asaj që ka mund të përmani është Allahu te bareke ve teala e përmend se esenca e raportit me Allahun xhallahu ala është adhurimi. Apo esenca e funksionimit të adhurimit cila është? Esenca e raportit me Allahun çka ndërtohet? Në adhurim. Apo në adhurim. Mirë.
e esenca e funksionimit të adhurimit, me çka ndërtohet? Ha? Dija, sahih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, në qartë. Allah ka përgjithë, kjo është ajeti palca e Kuranit ashtu. Iyyaka, krejt Kurani për çfarë ka dalë? Krejt Kurani është shpjegim i këtij ajeti. O çështë? Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Pyetja është çysh nga tash? Bekara, Nisa, Maide. Këtë janë përgjigje iyyaka na'budu. A janë përgjigje? Për shta Fatiha është baza e Kuranit apo? Baza e Kuranit. Nga se elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, janë për Allahun. Që është Allahu? Apo. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, kjo është çysh njerëzit dallojnë. E kush janë njerëzit? Ka an'amta alayhim, ka maghdubi, ka dallin, këta njerëzit. Apo. E ku met unë Allahu ku jena na? Iyyaka na'budu. Çka është mesi? Iyyaka na'budu. Kjo është esenca, baza e jetës edhe e çdo raporti me Allahun te barekutaala. E çysh funksion iyyaka na'budu? Me iyyaka nasta'in. Tim më mua. Tim më mua ya Rabb. Mirë, Allahu tash po të kallzon, a do të çysh më japën? A kjo më nësi? Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bi as-sabri was-salah. A ista'in një ta fjalë. O ju që keni besuar, ndihmohuni. A kuptu që ju duhet ndihma? Unë ju ndihmoj, po meriton e ndihmën time dhe ndihmohuni me çka? Tu nejtë bashk, tu shpërndo fin, tu për sabër, me sabër edhe me salat, me namaz, adhurime. I zamrës edhe jashtë më. Sabër është adhurime i zamrës. Zamrët me konë, sabërli. Ta një gjuha tjerë, pa konë zamrë, pa dihama, pëta. E shikoni Allahu dëmon elementin kryesor i cili e mundson funksionimin e mirëfillt të adhurimit me këtë kuptimet e tij dhe me këtë njësitë e tij e kthen te isti'ana. Me kërku ndihmën e Allahut azza. E nëse nuk është dhikr kërkim ndihme, namazi natës e Kurani ku është kërkimi ndihmës apo? Kjo është argument i qartë se çdo përkrahje në gjitha fushat e adhurimit e që ndërtu është edhe shpëndarja dhe aktiviteti në rrugën e Allahut azza xal, gjitha këto janë realisht të ndërlidhur me kërkimin e ndihmës. E ndihma nën kupton adhurimin. Don ti kërkon ndihmë pi Allahut duke adhuru. Don kur ti falësh natën, s'kemë mi kallzu Allahut në imam. Vetë është vetë ti adhurimi është kërkim ndihme. Dhikr është kërkim ndihme. Kurani është leximi, ekstremali është kërkim ndihme e tjera. Pastaj edhe vetë jeta praktike e pejgamberit alayhis salatu wasallam është dëshmi për këtë që po flasim. Është dëshmi për këtë që po flasim. Pejgamberi sa më shumë ka shtuar aktivitetin në kuptimin e përhapjes fesë dhe kontaktet me njerëz dhe ndihmës që i ka ofruar njerëzve, i shtuar më tepër adhurimin te Allahu te barekutaala. I shtuar adhurimin. Për kushtimin e Allahut te barekutaala e kështu me radhë. Kur është thyr nga lodhja ditore, aktiviteti me njerëz, çfarë ka bëu pejgamberi sa? Dieta, ka falë namaz natën. Ka falë namaz natën. Pastaj të ndërmëzër, edhe Aisha radiallahu anha ka thonë se pejgamberi alayhis salatu wasallam falej, e dini deri sa i fryeshin këmbët, e pastaj thonte e fala yakunu abdan shakura. Që ti jam dhe Allahut falënderues. E ka përmend gjithashtu në hadithin e pejgamberit sa se kur pejgamberi sa ngarkohej apo shqetësohej nga diçka, nxitonte në namaz. Që atje e ka gjetë rrugdalën atë. Prandaj të ndërmuazën adhurimi në kuptimin e ngushtë, jo në ato të përgjithshëm si qëllimiz, kuptimin e ngushtë, shtimi i intensitetit të adhurimit, veçanërisht në namaz natë, në mas farzave, po flas, farzën të pa diskutueshme, mas farzave, dhikri, një aktivist të vëzër nuk mundet u paramendu
ka problem me dhikrin e sabahit të akşamit. Nuk paramenohet një aktivist i cili ka problem me dhikrin pas namazit. Fal fazën e det, tu Allah muhabbet, rregulla e qiet, përmend Allahun azza xal. Përmend Allahun te barta ana. Nëse çka është forca jote? Çka është forca jote? Kur dilni për shembull tash Ramazani, kemi me pas aktivitete më të shtuara apo? Kur do të më dal ditën, çka bëni natën ju? Për me konë ditën. Plane se këna më dalë sabah. Jo, Allah, aktiviteti kërkon adhurim të shtuar. Lutje. Për shembull, ki më dalë edhe kushtimisht për ki më shpërnda. Në kuptim, ketë për klasë brana asaj që është e pranuar, e lejuar, e kështë më radhë. Ki me pas një kontakt me 3 caktuar, për shembull. Pregaditja. Nuk du të me qenë veç në fletushke dhe në libra të po para kësaj, pregaditja e zemrës. Dhe lutja Allah të fuqishëm, o Allah, në japë sukses, e bërë qëtë, o Allah pranoje, e da sinceritet. Që kjo lutje, a i paraprin aktiviteteve, që kjo përkërstim a i paraprin aktiviteteve. Kjo është më nësi shumë. Qëto e bërë qëti. Qëto Allahu je bërë qëtë. Të në vëzër, na i na veç një mjeti thjeshtë. Wallahi ata. Ne jemi një mjet i thjesht, wallahi, kur gjë më shumë. Edhe këtë çka bëjnë, ne bëjmë tek për veten tonë. Se zemrat e Rabbi janë dorë të Allahut. Me dashur i udhëzon pa dal teun e hiç apo. Sa njëri udhëzu, hiç as për mua as për ty apo. Udhëzu. Kush e ka udhëzu? Allahu xhala xhelalu. Dhe mos e merrni shumë me që nëse s'dalum në azbona. Mos duhet në larg asaj, duhet me kon shumë aktiv. Po merrë burr lidhen me Allahun xhalla wala. Thuaj Allahut, ai më udhëzu. Jo ti më thon Allahut, unë jam të punu për më udhëzu. A kuptu dallimin atë? Ja Rab, unë po dal më udhëzu këta. Thosh ja Rab, udhëzoj ti. A ti e thuj, me adhurimin tën, për kushtimin tën. E tani ditë bën argatin që kërkohet prej teje atë. Prandaj pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam përmana, më thon, ka qenë i përkushtuar në në vazhdimsi dhe këtë shamë për këtë janë të shumë të apëta. Mirë, e kuptum, domon pak rëndësin, kuptum dëmëthën e këti adhurime, kështë më radhë, dhe të pranin vijem, dhe të në vëzër pak edhe kalin për shkak të kohës që e kemi, se gjitha piki ka shpjegimet e veta, mirë po, nëse një aktivist e kupton që e cika që këtë e ka kuptu mirë apëta, qysh manifestohet që kënjët e përdeshme praktikisht? E këna përman gjithmonë, e që kuptuat për matë jenë të folë, për funksionimin praktik, qysh do këtë që Allah. Jo me qenë kjo diqka abstrakte, o që ata për adhurimet, jo, kjo ka manifestim, kjo ka, domon, funksionim praktik në jetën e përdeshme. Qysh manifestohet kjo? E para manifestohet, dhe më thonë, kujdesi për adhurimet, manifestohet me kujdesin për prioritetin e adhurimeve. Zemra, duke u interesu për sinceritetin. Çka duhet për shembull të ndrozër nëse për shembull të ka vdek baba, nona, vdekja. Cili adhurim i zemrës duhet më shumë të qëtash? Ha? Sinceriteti për shembull? Jo s'duhet, se këtë s'ka jo. Ha? Duhet të vëkulli. Knatësia me caktimin e Allahut azza wa jall. Kjo në dhujë knatësia. Në për çdo aktivitet ka adhurim. Ki me dalë në publik para njerëzve, ka me ngu njerëzit, ki me dalë me shpërnda, ka me të livdu. Cili adhurim e zemrës duhet? Ikhlasi, sinceriteti, vërtetësia, sidku, shumë duhet ato. E ty duhet që kjo ma shumë se me ato që ka kjo marë që e komoditë ashtë ato. Prandaj, merru me adhurimet e zemrës që i përshtaten natyrës së aktivitetit tua. Merru me to. Ty takon ke ma shumë ato. E pastaj edhe me pjesë tjera. Nga problemet për shembull që kanë mu shfaqet aktiviteteve ka më qenë kush? Hasedi, zilia. Merru me qëta, shnashe vetën. Mos dili smut në rrugë. Se ka me të bo probleme të. Merru me hasedi. Merru sinqerisht me hasedi. Qëre, lexo, ndëgjo, merru. Kjo pjesë adhurimit të nësë. Për shembull, na, nga problemet për shembull që kanë mu shfaqet aktiviteteve ka më qenë kush? Hasedi, zilia. Merru me qëta, shnashe vetën. Mos dili smut në rrugë. Se ka me të bo probleme të. Merru me hasedi. Merru sinqerisht me hasedi. Qëre, lexo, ndëgjo, merru. Kjo pjesë adhurimit të nësë. Për shembull, na
jena në mejdanet ku lullëzën hasedi, edhe kur për hasedi nuk dëgjojmë atë. Asë rikujtojmë vetën asë kurqë. A ti që ka i bjenë këllë atë? A ti që ka i bjenë kjo? E kujtojtë kërë kanë komendu surën hased, surën felek, apo? O min sharri hasedin idha hased, apo? Nga shirë ati që me hased vepran. Qa kemi thonë? Mas pari ti, vetës të thuj, me shërë në hased, unë mos vepran me hased e dikujt. Ta një rujmë për ati tjetëri që, apo? Se kër e kënën surën felek në kuadrët e dhikrit e sabat, apo? Të zakonisht shirët në felek edhe nas, ku i parëmëran? Kul audhu bërabel felek, min sharri ma khalak. Nga shirë që ka kryu, të kujtohet shejtani, filoni, kojshia. Jo, vëlla, min sharri ma khalak. Shirë maj madhë që është kryu në raport me ty është një pësët, apëton. Ta një në tjertë, apëton. Ta një fillim me tjertë. Kujt i shkon menja, min sharri ma khalak, une. Apëton. Jo, une, jo. Po problem është, apëton. E të më donë mejdane i paqë, me ndin të mirë, unë s'kam hasad. Problem është, apëton. Dhe i prioriteti, merru me ato që ka i vinë mejdanit. Në qatë me që mu qatu, me qatë merru, apëton. Prioritetit, apëton. Pastaj të ndërë, adhurimi është mjet. E ka manifestimin e tij në forma ndryshme. Thash, në kuptim aktiviteteve, po në veçantë në kuptimin e sjelljes dhe edukatës. Sa më tepër shtohet adhurimi, do të më shumë të shtokush modestia, raport me njerëz. Sa më tepër shtohet adhurimi, të shtohet sabri kur ata flasin keq për ty edhe nuk pranojnë. Sa më tepër shtohet adhurimi, apo të shtohet forca e guximit me kërku falje. Më falë, se nuk këmë mësirë që shduhet, më falë. Forca e faljes, nëse dikush të bën keq, e kështu me radhën. Prandaj, adhurimi e suporton dhe e formon sjelljen dhe edukatën e besimtarëve. Adhurimi të ndëvëllëzër realisht kërkohet për keq që i përmena, edhe më herët pa i çrregullua ato të parat, tash se suni përsëm gjitha, por e radhës është adhurimi e shton aktivitetin, apëton. E shton aktivitetin. E shton zëllshmërinë, apëton. Shikoj pejgamberi thon, e ka shtu adhurimin, apëton. Po i shtu aktivitetin, apëton. Prandaj të ndërrua vëllezër, na nuk po dojna tash me i fut në konflikt temat, se tash është bën një renditje, është e qartë. Me kuptimin e fillimit të hyrjes së rrjedhës deri më tani, besoj që tash i kuptojmë gjëra tash më qartë, po nuk bën tash me i harru të parat e për me fokusu të fundit, nga se e tërë është tërsi e përbashkët apo. Unë tash adhurimi, po vetja jote në rregull e krytëm. Po nuk mbetesh aty, lëviz apo. Ibn Qayyim rahimullah ka përmendur një rregull interesant. Të ndërua vëllezër, në gjuhën arabe për një shprehje që mund duhet me përkthyer me 2-3 fjala, apo një. Muasat. Muasat çka është? Është një lloj dhëmshërie, thënë empatia, apo për shembull, dikush është keq, di më çysh minimum, çysh më apo ti njëri, apo që kjo është muasat. Lloj përpjekje për ngushëllim praktik, aktiv ndaj dikujt. Apo që kjo është muasat, apo kuptoni? Domthon nuk je indiferent në raport me dhimbjen e dikujt. Si indiferent? Nuk je indiferent në raport me, nuk je inferior në raport me, për shembull, problemin që ka dikush. Smush me kon inferior. Smush me kon. Na dim që ka punë mirë është apo. Ku e ka lidhur Ibn Qayyim këtë fjalë? Që so serioze ka lidhur. Ka thonë Ibn Qayyim rahimullah, el muasat, është e lidhur për imanin. Sa të shtohet muasatja, shtohet imani. Edhe sa më tepër ka iman, ka dëmshëri apo. Domethënë me bojt galen e problemeve të njerëzve, çysh më janë bë, është tregues i imanit tën, jo veç xhamati edhe namazin natës. Ato janë forca suportuese, ato i përmendëm i këtëm. Mirë, po tash në kuptimin e aktiviteteve kërkohet që ky adhurim që ti po e kryen, po e bën me ashtu më tepër dëmshërinë, me ashtu më tepër për kushtimin. A dhe njëri i cili të ndërrodhë aktiviteti i tij është gjykimi i njerëzve. Apo atëra realisht nuk ka të bëjë kjo me ndikim të adhurimit e as me funksionim të imanit. Nga se imani funksionon në shërbim të dëmshërisë për me bo zgjidhje.
Jo për mja kompliku situatën, apo për mja dhe verdiktin përfundimtar tje që kjo dhe tjeti e radhës kush është. Gabim. Kështu që këtë munges të funksionimit të, kuptanit këtë drejt, mungesa e funksionimit të adhurimit në shërbim të dhëmshëris, ku e gjim kështu bashkë kështu direkt qartë, ku e gjim? A muni me ditë, të cila kategori, grup, e kështu më radhë. Ha? Ja, dhe bila. E kondër ta? Havarisht? Pejgamberi kur ka folur për adhurimin, ka thonë yahqiru ahadukum. Ju e shihni vetë në ju larg sahabët kur e shihni ata që lexojnë Kur'an, që folën natën, thonë se janë të bukur gjë. Mirë, ç'ky adhurim është manifestuar në dhëmshëri a në arrogancë? Arrogancë ka vrarë sahabe. Për një gabim, apo kuptoni? Andaj na kërkojmë adhurim i cili e suporton dhëmshërinë dhe e shton guximin dhe motivin për punë. Jo adhurimi i cili sa më shumë adhuron shkëndu të rjek. Ajo tu të rjek. Jo, na po të adhurim që adhuron natën, përbën dhikr, merr pjesë në gjëra e kështu të aktiviteti. Që kjo është funksionimi i dur. Çka çfarë ky dur? Çdo tërheqje ka defekt. Ka defekt. Unë e përmenda maksimumin e defektit të havaregjit. Po e shkon të e du, shtuot ose pakot. Pëse nuk e di, a mund të shtuot mi havaregjit mo. Po që kushtimisht për thamë apëtën. Dhe ata ju më falë gjithë natën. Kam po dhikër, sa bojnë. A dini që për shamë të në vëzër, një për regullë në hadith, e kam përmenë djetarë se, nëse dikosht është për havaregjve i cilësum në të kuapën, edhe transmeton për shembull një hadith. Zakonisht, nëse s'ka prime të ansore, i mirët, a dini pse? Se kjo ka kufër me rajt, ta kjo është i sigurt, a kupton, kjo s'rran Allah, se kjo di me rajt, qa që kam pas për kushtimin, të konë sinqert, po nuk është përkthy në dëmshëri, nuk është përkthy në aktivitet, është përkthy në qka? Në këputit aktiviteteve, në ndërprerje të komunikimit me njerëzit. Pa ne dojmë adhurim i cili e shton komunikimin, e jo që e atësëron komunikimin. E shton dëmshërinë, e jo inferioritetin. Adhuru si Allah xhallahu ala i thush, janë dhe Allah i dhe Zoti, una kem Allah. A dhe që ka të më thonë të ndërëdhër me pas në fëqinësi njerëz që zbesojnë Allah në Azogjel. A dhe që ka të më thonë me pas në fëqinësi njerëz që për shambull thonë Zoti ka djallë. Qysh me Allah, qysh me abamara. Normal, den, përshëndetje kërë. Dhëtë me abote qysh e puna. Okej, s'pëllenaj natën, o Allah u zaj, që ato adhurimet bëne për ta. E lutë për ta. Qysh lutëni për rinin e qëti venja. Qysh lutëni. Bëne sinqert të ka Allahu e keni me pa ku është tema jona. Natën mu që, për shambull. Që unë për bëni pyetja. Sa minuta, maksimumi, një toni e lutë për familjen tonë. Për babën, nonën, vllahën, agjen, sa minuta. Shikoj me minuta për të klasë, për çështjen më madhore të shpëtimit të njerëzve më të dashur të uafën. Apo, se zguxoj me vetë, sa orë. Apo, për shembull, a bëva kia gjys ore, natën, veç për popull të mëllut, o Allah u zaj, o Allah rinin, o Allah rinin, o Allah rinin, o... A gjonë dikun të shkavoj. Që kjo dëmshëria, që kjo është i badete që të bënë me konë me dëmshëria. Sa është të pejgamber sa dhe? Shkava të një, ka dalë mbedër me njerëz më të mirë, mu ballafaqu me njerëz më të këqij. Apo? Mbedër me njerëz më të mirë ka dalë, me u ballafaqu me njerëz më të këqij. Qysh ka po do? I ka që durt e beri gjybja e që t'ja gjybën për mjë. O, Zot, nëse që taj s'ka adhurim, qëfar dëmshërije për qëta besimtare që dishme. Derisa Ebu Bekri i ka thonë, kefake munashedet e ke rabbek, mjaftë e lutë e Zotin se Zoti ka me ta zbatu premtimin.
Ebu Bekri për dhejtë pejgamberit e sa. Shumë lutë mo. Për çka? Për 315 vetë në Bedër. A ne më vëzër, që kjo është adojme që ne adojme? Adojme aktiv, funksional, dhe mshëri, përpjekje vazhdueshme. Po jo adojme që përdojnë arrogancë, inferioritet, ftofsi, izolim, ja. Adojme që të bënë aktiv, Gjithashtu të në vëzër, aja që kërkohet është adhurimi realisht manifestohet një të përdeshme me qasë një dur ka shti më spajtime. Ka më spajtime. Mund këta. Wallahi sa më tepër ka adhurim, ma leti kuptini më spajtime. Realisht, më spajtimet pikujt në kanë ardhë. Për djetarëve. Nëse këna përdhë, unë shumë përdhë më spajtime. Unë mund të mendim tem, po së mirë, pësa shkuat në fik mendim jema? Shkuat mendim e tona në fik, i ka shkuat atjetë. Ata e kanë përdhu më spajtimin. Mirë, nëse ata kanë përdhu më spajtimin, qysh ishtë dash me kompuna aty në mëzveti? Nëse na trashëgimtarët e më spajtimit, mas shekujve, qysh e këna punë sëtë? Apo? Na s'kena lidhe me këta. Na jena veç konsumues të mendimeve. Apo? Që janë të llojshme. Gjatë konsumimit kena shkaktu shumë probleme dhe shumë qarje. Nëse kishim me qenë mendimet vetë prodhues të konfliktit, dhe nësi trashëgimtar shekullor të mendimeve, vetë si konsumim çka ka ndodhur, si kishte me qenë situata në bazën e prodhimit. Kësheni që Shafiu me shpat. I ka dalë edhe që ka pit ku është Imam Ahmedi me tja, qështu unë e kësha përmenu situatën, jo së konë qështu dhe, e ta kanë Imam Ahmedi djali Imam Shafiut, sa të babajt është një për aty që gjithë natën, gjithë natë lutë në për ta. Shma e s'pana. E të është kada, kësë dy mendime, këtu e në dy medhebe, kjo një drejtim krejt, kjo një drejtim krejt, sot me kënda që i mund kishë më spajtim, nuk ka dhe nivel të një medheba, 5 mesele, 10, 25 sa më, qaq? Kjo krejt një medhebe ka të vetin, nuk ka veç mendime, se mendime të jenë përdhun bëj bazë dhe vësullit, ande ka më spajtim në suri fike, në hadithe, kjo daiv, kjo se, nuk ka situatë thjesht, në fund të une gjdo natë lutë në për ta. Ta është ti e këthene të kujton një që ki mos pajtim me ta, po 2-3 mesele. është po, në kërës që më lutë për ta. Që kjo është adhurimi ti në adhurimi ju në. Se Imam Shafiu ka bo 60 hatë në Ramazan, apo e që ato hatë me kër i ka bo, e ka bo me dashtë Imam Ahmedin, rahimu Allah. Na kërkën adhurim që në afron me Allahun xhallahu ala, po pastaj në afron me zveti dhe në aftëson e në vedison për menaxhim të durët mos pajtimeve. Jo mos pajtime që konfliktojnë, por mos pajtime që realisht dina me i menaxhu dhe dina me i rregullu që duhet apo. Andaj ne kërkojmë një adhurim të kësaj natyre. Gjithashtu të ndërmëzër edhe tema e arshme që është bashkëpunimi, realisht është pjesë e këtij adhurimi. Dhe në përmbyllje, pak minuta, me përmbyll, nëse tema ishte kuptimi, rëndësia, manifestimi, edhe përmbyllja është, mund tjetë kjo pika e fundit, të ndërmëzër pak nështë e ngjashme të parat, po ka dallim. Këto e kom qujtë pritshmërit. Në kuptimin e funksionimit, i përmëna pika të përmëna. Në kuptimin e formimit, inkuadrimin i adhurimit, në jetën e aktivistit, çfarë pritshmëri ka apo? E para, nuk janë shumë, 3 për i përmend dhe shpejt po shumë. E para është se sa më tepër fuqizohet adhurimi, fuqizohet aftësia e frenimit të epshit. Edhe problemet më të mëdha në aspektin e aktivit është epshi. Epshi i dominimit, autoritetit, e kështu me radhë. E pritshmëria është se sa më tepër adhurim, ka më tepër frenim. E dyta, sa më tepër adhurim, ka më tepër fortifikim nga dilemat ato. Nga se adhurimi realisht e bën që me pas mbrojtje. Andaj aktivisti
ngacmohen nga vezveset, ngacmohen nga paragjykimet. Mirë po muri i trash i adhurimit pa mundëson depërtimin tek zemra. Prandaj aktivisti do të konë gjithmonë ai që bindja e është për shumë gjëra pa kontestueshme, e cila realisht suportohet nga adhurimi i vazhdueshëm ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe smundjet e tjera të zemrës e pritshëm është që me ra dal nga dal intensiteti i ndikimit tyre si pasojë adhurimit. Dhe këto janë një përmbledhje e përgjithshme të vëllezër me disa shembuj, pse ka këtë temë shumë shembuj të vet, ka shumë gjëra që meritojnë më të trajtuar, ndoshta shumë më ndryshe, besoj që edhe më mirë, po kjo është ajo që pata mundësi me thonë para juve, në kuptim të vëdësimit kolektiv të gjithë neve, që çdo kush do me qenë pjesëmarrës pak më aktiv dhe i nderuar, se kjo është nder me qenë pjesë e punëve të hajrit, duhet që të kujdeset në mënyrë maksimale dhe serioze për adhurimin e tij dhe lidhjen e raportit me Allahun te bareke ve teala, duke qenë në shtim me sipër e jo në dobësim, nga se kjo pastaj ka mu përkthy edhe në dobësim të aktiviteteve, qoftë në kuptim të intensitetit apo qoftë në kuptim të parimitetit apo. Ose ka milshu parimet ose ka milshu aktivitetet. Ama mi maj dyjat e dobësia e adhurimit është e qartë, kjo është e pamundshme. Kjo është e pamundshme. Kjo ishte mesazhi kryesor i kësaj ligjërate, e kemi edhe një masaj, e Zoti ju shpërblet për mendjen, e kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima këthira.